Dje për dje e postova një Ask Me a Question në Instagram, edhe plot veta më thanë që nuk jom t'u folë më shumë që shkom folë ma mate, edhe thash okej, duna mja nis me shprej mendimin tam pak ma shumë. Edhe që tashtu i lexu komentet në vetjen tam të fundit, unë alat e qëky koment, jo që kena i far komenti i keq, po se di me të mkryti qysh, tash. Sa keq flokt, është shumë e vërtet. Flokti kom në gjendje tepër të keqe. Nuk menoj që i kom pas bile na i herë njetë ma keq, i kom shumë dëmtume për shkak që i kom pas të bardha verës se i kom qelë 100 herë në stuff. Po nejse, that's not the case që dashta me bo qëtë video. Që dashta me thonë është pse duhet me shprej një menim të tillë pa lidhje. Për shembull, edhe unë kur e shona i kanë, edhe mbjen syna i sanë që s'pom pëlqen, mu i me thonë vetë me veti, ue, sa pa lidhje flokt ose sa pa lidhje vesh, po nuk shkoj mja thonë. Pse keni qef me bo dikën për shembull mu një keq, për çka do qoftë, tu e shprejni menim që veç mundeni mos me thonë. Tu e marrë parasysh që une jam në social media që një kohë tepër gjatë, edhe më ka ra me lexu gjithë shka. Tash qka do që lexoj nuk kam ndjenja kështu fare. Bile shpesh komentet negative mbojnë me kesh, po për shembull ka shumë qika të reja që nështa këshim pas qef mja nis me postu, shkak që ka njerëz pa lidhje që duhet gjithçysh menimin e tyre negativ me thonë me zot madh, si ja nisin korr. Gjithkush ka ditë që do këtë keq, që nihet keq, që s'ka më të mu që mund drejq, ose që flokët janë t'ju do këmirë, ose që I don't know, qka do. Gjithkush ashtu ka ditë të këqija, edhe që këj personi që ka komentu, se besoj që është u dok mas mire për momente. Menoj që para se me shpreh një qka do që ju vjen me thonë, duhet një herë me qitë në vete, a ju kisha ardhë mirë për shambull juve nëse ja u kishtë thonë a i kusht tjetër, edhe ma ndej me shkru. Dyqysh veç menoj e një qatë sanë. Unë e di që kjo video nuk është që ka me lujt rëllë, ose që ka me andru menjen a i kujna që veç dënë mu koni keq, por nëse pak na i ka në shtën me menu me thonë ka dalë, s'kam nevoj veç mu bo negativ for no reason, then the work here is done. Po mdo këtë që duhet mja nis me bo si seri, mi u repliku komenteve negative, but that might be fun. Po në shpesh ja u këthej në komente se dyqysh veç s'di më pëlqen. E dyqysh kam qef me thonë hej, jetë vor tepër pa lidhje, you're not funny, nuk jas interesant as kur qo. Po, I guess duhet edhe shto. Okej, qëto kanë mendimet e mia intruzive në kolonën e Prishtinës. Dhe, ja, po ashtu, se ka shtu haru për pak. Qëto ne komentuzve negativ, nuk ju pëlqen when you're mean back. Kur unë ja u kthej, këtyne nuk ju pëlqen, të thojnë mandej po bo është tepër mean. Po bo shumë arrogante. But you were mean in the first place. Okej, tëng tash.